Platforma videolorave Roblox është një fenomen i cili kohën e fundit është duke u përdorur në masë të madhe nga të rinjt. Për ndikimin e kësaj platforme ka shpjeguar më shumë edhe ekspertja fushës së teknologjisë Lina Cana. E dim që Roblox është një platformë shumë e njohur, e cila ka ndoshta miliona përdorues për fat keq moshave të ndryshme, ndoshta deri në klasën e 9, domethënë të shoqërisë tonë, ku këta fëmijë e përdorin një herë fillimisht mund të ketë një atraksion ndaj tyre, mirë po nëse përdoret pa masë dhe pa kontroll, atëherë kjo mund të ndikojë edhe në sjelljen e tyre. Përveç këtyre rrezikeve që fëmijët mund të jenë të ekspozuar, ajo tregoi edhe disa sugjerime. Unë kisha sugjeruar që më shumë të përfshin fëmijët në sporte të ndryshme, në aktivitete të ndryshme, të cilat mund të ndikojnë pozitivisht në ngritjen e tyre. Roblox është platformë shumë vlefshme që punon në ndryshim të vazhdueshëm të lojrave online, kryesisht falas dhe shpesh të krijuara nga përdorues dhe zhvillues amator. Disa nga rreziqet janë ekspozimi i të mitërve ndaj përmbajtjeve si dhomat e dhunës apo veprime të tjera të papërshtatshme si vrasja e grua shtatzën e të tjera që kanë ndikim tejet negativ tek ta. Rreziqet e tjera janë kontakti me të huaj, ngacmimet online, mashtrimi dhe ekspozimi ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme. I am gonna buy